Rikthehemi sërish së bashku në pjesën e dytë të programit. Me mua në studio është kolegu Almer Toska, drejtuesi Timoni Pikal. Mirë se vjen, kënaqësi të jemi së bashku për të zbuluar, besoj, të rejat më të fundit që ju dispononi në lidhje me disa çështje, po unë dua ta nis me çështjen Balluku, për të cilën më herët kemi dhënë informacion se tashmë hetimeve janë shtuar të tjera hetime që kanë të bëjnë këtë herë me pasurinë e zonjës Balluku. Çfarë informacioni keni ju në këtë drejtim? Shiko, aktualisht pak duke parë një lloj rezistence nga ana e qeverisë për ta mbrojtur zonjën Balluku politikisht, dhe kjo lloj rezistence i ka bërë drejtuesit e SPAK që ata të shtojnë hapat, të shtojnë hetimet dhe të vlerësojnë faktin që zonja Balluku tashmë duhet hetuar në disa dimensione. Fakti i ri penal i cili përbën interes, por që është një fakt determinant që tregon më shumë për çështjen Balluku, është çështja e hetimit pasuror. Follow the money. Duhet dim që zonja Balluku është ministria që ka pasur në dorë, jo vetëm një ministri, por 4 ministri të drejtuar me njerëzit e saj të besuar. Dhe e para në këtë prizëm është një zonjë që abuzimin dhe vjedhjen e ka pasur primare për sa kohë ka përlyer të opozitën. Përlyer opozitën? Ta të shpjegoj më vonë. Në këtë kontekst, zonja Balluku tashmë, SPAK-u është duke rritur atë pjesën hetimore ndaj saj, duke kërkuar më shumë fakte dhe prova. Përveç asaj që ajo ka deklaruar në bazë të ligjit. Ka një gjë, ajo është publike, atë mund ta gjejmë dhe ne, pra deklarimi i të dhënave pasurisë. Kjo është hetim pasuror. Ka dyshime se ka më shumë se ç'është deklaruar. Po patjetër, çfarë përfshin hetim pasuror për zonjën Balluku? Aktualisht SPAK i ka dërguar në mënyrë zyrtare një letër të gjithë bankave të nivelit 2 të Shqipëri që të japin informacion lidhur me pasuritë që zotron në emër të Ballukut. Por pasuria e vërtetë me llogari bankare që ajo mund të ketë në bankat e nivelit 2. Transferimet e mundshme që të bëre edhe tek të dytë apo të tretë. Por pasuria e vërtetë e Belinda Ballukut nuk fshihet tek në emër të Belinda Ballukut. Por fshihet në emër të njerëzve të saj të afërt. Çka do thotë? Fshihet tek oligarkët që ajo ka punuar. Fshihet tek njerëzit që kanë marrë tenderat korruptiv. Pasuria e Belinda Ballukut fshihet te njerëz të cilët e kanë transferuar të jashtë Shqipërisë. Shiko, unë jam njëri i cili këtë çështje kam marrë shumë seriozisht për ta denoncuar me faktet që kemi dhe pa shtremëruar asnjë argument. Për qenë vërtet me publikun për sa kohë jemi këtu, i kemi dalë për zot të bëjmë këtë lloj pune. Unë kam ngritur edhe në herët të shkuara kam ngritur disa të dhëna që ne i kemi. Dhe unë këto jam gati të disponoj edhe përpara SPAK, përpara agjentëve kombëtare të Byros së Hetimit. Është përflitet për një rast. Zoti Bashkim Ulaj. Duhet marrin dhe të pyesin zotin Bashkim Ulaj, oligarkun i cili ka marrë rrugën Thuman Kashar nga 240 milionë euro në 1.3 miliardë euro, i cili nuk është kërkuar prej tij, por ja ka dhënë Belinda Balluku, dhe këtu fshihet pasuria e Belinda Ballukut sepse pjesën e fitimit të kompanisë do ta marrë sepse kryen punime dhe pse punimet janë kryer punimet me cilësi më të dobët, por Belinda Balluku në këtë rast këtu fshet të gjithë pasurinë e vet përmjet oligarkëve, se ne dimë që pjesa më e madhe oligarkëve nuk janë të pasur sepse bëjnë biznes, por janë të pasur se pastrojnë paratë e politikanëve në shumicën e rasteve. Atëherë, zoti Bashkim Ulaj ka bërë një telefonat me informacionet që kam unë në një fond zviceran dhe i ka thënë kam 6 milionë euro, ku mund t'i pastroj, si mund t'i fsheh. Ta pyesim për këtë fakt publik që po them unë. Ta pyesin institucionet e drejtësisë. Po pra të thrasin sepse është thirrur, do shkoj do dëshmoj zoti Bashkim Ulaj dhe një sër oligarkësh që kanë marrë punë publike nga zonja Balluku. Do shkojnë të dëshmojnë. Edhe një nga pyetjet që unë i them agjentëve BK-s që më ndjekin këto momente është, e pyetni zotin Bashkim Ulaj, a ka telefonuar ti një fond zviceran për të fshehur 6 milionë euro të Belinda Balluku dhe kujt janë këto? Kush i ka transferuar? Të pyesin Ardit Metalie nga kompania 4AM. A je përpjekur ti transferosh para në emër të Belinda Ballukut jashtë Shqipërisë? Të pyesin dhe të afërm të oligarkëve të tjerë, që cilët janë përfshirë në këtë skem pastrimi parash. Ata njerëz të cilët kanë përfituar nga këta nuk kanë përfituar. Këta kanë marrë pjesën e tyre që u takon. Në kuadrin e kompanive të cilat do të kalonin sërish në sitën e hetimeve të SPAK-ut si kompani të cilat kanë përfituar nga garat të paracaktuara më herët. Për këtë po flasim. Neve kemi një skem. Kemi një skem të ndërtuar sot në Shqipëri. Neve kemi parë se çfarë punimesh ka bërë në kohën e Partisë Demokratike, çfarë punimesh bën Europa sot me standardet dhe kriteret që përzgjedh kompanitë për të fituar dhe për të garantuar ndërtimin e veprave në Shqipëri. Këto janë çmenduri që janë çmimet pra. Janë 10 fish, 15 fish më të shtrenjta se në Europë. Çfarë do thotë kjo? Që këtu brenda kompania merr pjesën e vet, ndërton veprën, edhe pse veprat janë në gjysmake në gjithë Shqipërinë se po rrezohen, po bien, është një vjedhje më keq që duhet përgjigjen këta oligarkët. Do të shkojnë në burg dhe këta bashkë me Belinda Ballukun, dhe pjesa tjetër nuk është e tyre, është e Belinda Ballukut pra.
Pra si ka mundësi 240 milion euro e ka kërkuar Bashkim Mulaj ta ndërtoj aksin Thuman Kashar 20 km, në fund të 5 viteve do marri 1.3 miliard, në fund të 35 viteve do marri 1.3 miliard euro. Si ishte mundur? Ka logjik matematike kjo? Nuk ka. Atëherë të hetohet ky rast pra. Zoti Ulaj t'japi përgjegjësi. Unë kam dhënë një emër tjetër që ka të dhëna që përflitet. Kush është? Që dyshohet, një shtetas kosovar, Lirin Fejzullahu, që drejt tij janë transferuar 50 milion euro drejt Vjenës. Ta marrin këtë rast ta hetojnë pra. Pra këtu janë fakte. Se kujt kompania është? Ky është personi i cili është lëvizja e fundit që ka përfunduar parat. Pra të hetohet, thirret ky shtetas. Me kuptoj. Që të zbulohet e vërteta se ku shkojnë paratë e Belinda Ballukut dhe paratë e vjedhur shqiptarëve, sepse nuk kemi më rrugë. Nuk kemi më akse që funksionojnë. Pra nga momenti në moment mund bjeri tuneli Llogaras. Askush s'man përgjegjësi. Pra po bien rrugë Korçë Sek, Qukës Qafloç, rrugët rrugulare në përfshatra po bien, në Burrel, në Mat, në gjithë Shqipërinë, në Mallakastër. Këtu po ndërtohet vetëm për të vjedhur. Pra këtu hidhet asfalt për të fshehur vjedhjet. Të merren të hetohen këto raste. Pra pse po i merren këto raste? Jo se duhet merren me oligarkët. Për mua këta duhet të jenë në burg bashkë me Belinda Ballukun. Janë bashkëfajtor. Kanë planuar të abuzojnë dhe të vjedhin takset e shqiptarëve, të gjithë këta. Të gjithë kush ka bërë punë publike. Por dakord dikush do të bëj këtë, po bëj me kritere zotëri, mos u përfshin në zullum, mos u përfshin në vjedhje. Pra paratë e vërteta të Belinda Ballukut fshihen tek oligarkët dhe fshihen tek punimet e oligarkëve. Tani, përflitet që ka dhëna që ka çuar para në Dubai, ka çuar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ktu janë paratë e vërteta. Pra një person që ka pasur në dorë 5 miliard euro investime, një person që ka pasur në dorë Ministrinë e Ekonomisë, ka pasur në dorë Ministrinë e Financave, Ministrinë e Brendshme, ka pasur në dorë çfarë mund të ketë një pushtet absolut që ka pas ajo. Dhe tani të merremi neve me 2.000 euro apo 3.000 euro të Belinda Ballukut në për llogari bankare, që është thuajse anormale në një jetim. Pra nuk është serioz një jetim. Dhe unë i kërkoj sot prokurorit, krye prokurorit, i cili ka marrë një detyrë shumë të rëndësishme, angazhim shumë serioz përbrallë amerikanëve, i cili sot është duke fjetur, duhet të jetë më i gjallë. Pra duhet ta shtoj presionin ligjor ndaj hapave që kanë ndërmarrë për ta çuar deri në fund të çështjes. Është çështje kritike jola, nuk është çështje që ka të bëjë vetëm me fatin e Shqipërisë. Çështja e Belinda Ballukut sot solli në Shqipëri me Kalisterin. Po. Pra ne e pam çfarë erdhi David me Kalister, nuk mbajti qendrim publik. Shikoni sinjalin që dhan në PR. Nuk shkoi të jepte një deklaratë në një zyrë të shtetit shqiptar, por shkoi te zyra Bashkimit Evropian, pra i baras larguar nga gjithë forcat politike dhe tha, unë jam këtu për të dhënë të gjithë juve mesazh që me Belinda Ballukun që të dyja palët po e mbroni, po cënoni integrimin e Shqipërisë. Po minoni demokracinë, po rrezikoni të ardhmen e këtij vendi. Janë shumë të rënda këto, është pika kritike, pika kyçe, se çfarë do të bëj politika dhe drejtësia. Pra zoti Edi Rama në këtë moment është njeriu i cili duhet të japi zgjidhje kësaj çështje. Por më shumë se Rama politikisht zgjidhje do të japi spaku, do të shtoj akuzën, sepse Edi Rama dhe opozita kanë ndarë mendin që do ta mbrojnë. Pse thoni dhe opozita? Tani, shiko, duhet të shpjegoj një fakt. Kemi komisionin e mandateve. I cili mbritet të hënën, datë 28. Komisioni i mandateve është vënë në dieni përmjet një USB-je, është për faktet penale të dosjes së Belinda Ballukut. E kanë marrë nga Partia Demokratike në dijenin time 4 deputet zotrinj, të cilët e kanë dhe e dinë këtë fakt. Ndërmjet tyre është dhe zoti Kazmet Bardhi. Zoti Kazmet Bardhi është njeriu që unë kam mik, i cili ka bërë luftë të vetme dhe e kam lavdëruar publikisht për betejën politike që ka bërë ndaj Belinda Ballukut. Njëri që ka denoncuar çdo aferë, e ka pas dhe kundërshtar. E ka mundur zotin Bardhi pa drejtësisht ajo atje. Pra, këtë gjë unë ja pranoj. Po unë zotit Bardhi nuk ja pranoj dot, ose se kuptoj pse zoti Bardhi nuk përmend paktën indirekt faktet penale që janë aty brenda. Nuk i lejohet, kanë firmosur antarët e Këshillit Mandateve që mos deklarojnë asgjë. Askush nga ne nuk i lejohet që ne të përmendim faktet penale. Po ne jemi tjetër, ata janë deputetë, janë antarë të Këshillit Mandateve. Edhe ne, shiko, edhe gazetarët si rasti Qynës. Është kërkuar dhe të jetë me dyert të mbyllura ajo mbledhje, pikërisht që mos sënohet hetimi. Jo, unë nuk e kam këtu. Indirekt asnjë nga, sepse u mora me zotin Bardhi, duke qenë që është njeriu që është etaloni, njeriu më serioz që ka opozita që përballë kësaj çështje nuk ka bërë kompromis. Prandaj po më dhimbset që zoti Bardhi të paktën duhet na jepte disa indicje, disa të dhëna se aty brenda ka abuzime të tmerrshme të Belinda Ballukut, por ai ka heshtur. Çfarë duhet të them këtë gjë? Jo se zoti Bardhi nuk e bën dot këtë gjë, por sepse aty brenda në dosje janë përfshirë zyrtarë të lartë të Partisë Demokratike që kanë marrë tendre nga Belinda Balluku. Ai thjesht këtë gjë është duke bërë, duke heshtur, të pranoj të heshtit, të mbroj kolegët e tij që jo për fajin e tij kanë zhytur duart në zullum me Belinda Ballukun.
drejtues të lartë, deputet kanë marrë tendra, përmenden në dosje. Ai e di këtë fakt, por s'mund ta thotë. Prandaj u thash që zoti Bardhi nuk përflet. Sepse e di shumë mirë çfarë kanë dosje. Janë 16.000 faqe. Tani një opozitë e cila shet moralin e shqiptarëve, kur është opozitë, çfarë mund të bëjë pushtet? Do vjedhim me Keisi Edi Rama, pra këta njerëz. Prandaj amerikanët nuk i besojnë kësaj opozite. Se janë më hajdut se këta që janë sot. Janë më abuzues. Të shesësh, të vjedhësh në pushtet base ka një, do të shkosh në burg. Po të paktën je aty. Po të vjedh, të korruptohesh në opozitë, çfarë do thotë? Që ti s'meriton të jesh në atë vend pra. Do thotë që ti shet moralin dhe besimin e atyre demokratëve që janë ngritur sot. I kanë hipur makinave dhe po vinë shesh. Por çfarë do vinë ata shesh? Çfarë do protestojnë? Do protestojnë për pasuritë që kanë këta. Do shkojnë do bëjnë lojë aty politike. Pra këtu është çështja që është e zhytur i gjithë sistemi, si majtas dhe djathtas në dosjen Balluku. Prandaj e mbrojnë. Këtë atëherë si i bie tjetë vendimi në Këshill të Mandateve? Tani ka një gjë. Unë mendoj që ka një presion të fortë. Ju e pati zonja Van Horn, e deleguara e ngarkuar me punën e Shtetit Bashkuar të Amerikës sot në Shqipëri, është këtu, ka takuar institucione, asnjëherë nuk ka qenë më kaq. Po edhe Rama takoi Trumpin në bordin e paqes. Do flasim edhe për atë gjë. Shikoj çfarë ndodh. Zonja Van Horn sot është një linjë zyrtare e Departamentit të Shtetit, e cila kërkon me ngurë që çështjet që trajtohen në Shqipëri dhe kanë interes për Shtetin e Bashkuar të Amerikës, ajo i impenjohet. Është impenjuar personalisht duke takuar drejtues të lartë, qoftë opozitës, qoftë të mazhorancës, ka takuar edhe kryetarin e gjykatës kushtetuese, ka takuar drejtuesin e SPAK-ut, pra po impenjohet që çështja e Ballukut të ecë para. Ne pam se çfarë po bëjnë vendet e Bashkimit Evropian. Pra kemi një seriozitet të vendosur në mënyrë absolute nga Gjermania që çështja e Ballukut shkojë deri në fund. Ata janë vendosur dhe këto mesazhe i ka marrë Edi Rama. Prandaj çështja e Ballukut do shkojë më parë. Se tjetër për këta, unë ta kam thënë ty që brenda SPAK-ut aleati më i madh i Belinda Ballukut deri dje ka qenë Altin Tumani. Pastaj është politika, pastaj opozita, pastaj janë oligarkët në fund fare që kanë punuar me këtë. Por mekanizmat apo ato kordonët të cilët ishin vendosur para fatit, para kështjellës Belinda Ballukut ishin këto që përmenda deri tani. Aktualisht ka një presion të jashtëzakonshëm nga ndërkombëtarët që mund të dalin nëse Edi Rama. Unë nuk mendoj që do ta bëj sepse kam informacione që Edi Rama po reflekton dhe për ta lëshuar. Po patjetër, sepse unë mendoj që ky lloj presioni mund të detyrojë, mund të rrezikojë seriozisht ardhmen e Shqipërisë në integrim. Pra ata mund të dalin dhe mund të thonë ne pezullojmë çështjet e integrimit të Shqipërisë. Ne ndalojmë të gjitha bashkëpunimet e vendosura deri tani, gjitha nivelet e bashkëpunimit. Aktualisht kjo është një ngërës serioz që mund të shohim pas edhe në cënimin dhe vetë Ramën. Por Rama e ka kuptuar sepse është njëri frikacak politik, është njëri i cili luan me manovrën e parë. Çfarë bën sot? Unë mendoj me informacionet që kam unë që në fillim të marsit do ketë një mbledhje, një asamblee të Partisë Socialiste, ku aty do ketë ndryshime rrënjësore. Mendoj që do bëjnë ndryshime në qeveri, mund të largohen 3-4 ministra. Një prej tyre që do largohet është Belinda Balluku. Po ashtu do largohet, përflitet largohet në fillim të marsit, mund të jetë javë parë. Që do të thotë të hënën nuk do të ketë asnjë ndryshim. Sa i përket kërkesës për heqje imuniteti. Unë mendoj që Komisioni i Mandateve duhet ta miratojë atë për të respektuar veten e tyre dhe për të respektuar. Atëherë, si rregull ka zhvillime që lidhen drejt për së drejti me unë mendoj që zoti Rama ka përmbajtjen e kërkesës, arrestimin e saj. Paralelisht çështja po ecën me dy gjëra. Në dy kontekst. E para është miratimi atij ligjit, atij nenit famshëm që nuk prek presidentin, kryeministrin, avokatën e popullit. Kjo do të ndodh pas Këshillit të Mandateve, ka thënë Rama. Fakti që ata duan miratojnë këtë ligj është po ecën paralelisht me çështjen e mandatit. Pra Rama unë besoj që do miratoj këtë ndryshime ligjore, më pas do lëshoj Belinda Ballukun të heqjet e mandatit. Por shkaku që Rama ose mund të jetë kjo një hap i mëvonshëm. Ai ka thënë që do të ndodh pas mbledhjes së Këshillit të Mandateve. Pasi kuvendi të shprehet për mandatin e zonjës Balluku, do të mblidhemi për miratimin e ndryshimeve në kodin e procedurës penale. Fakti që mos harrojmë edhe deklarimin që vetë ai tha, bëri se e ka kërkuar 3 herë dorëheqjen, pra e ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen, por ai nuk e ka pranuar. Asnjëherë Belinda Balluku nuk i ka shfaqur dorëheqjen e Edi Ramës. Përkundrazi, e ka mbajtur nën presion. Aludimet dhe dhënat që kam unë, më thënë, faktet që flitet është që zonja Balluku mund të ketë në dispozicion video dhe provat që kanë lidhin Edi Ramën me çështjen e Ergysa Gasit. Pra ajo brenda SPAK-ut mund ta ketë marrë këtë dosje dhe mund ta kërcënojë Edi Ramën. E mban peng me këtë rast. Por që Belinda Balluku të ketë dhënë dosje nuk rezulton, le të nxjerrin dorëheqje. Le të nxjerrin dorëheqjen, i sfidojmë. Le të nxjerrin dorëheqjen. Publikisht le të nxjerrin dorëheqjen dhe ne themi që po ne kemi pasur gabim. Por nuk ka dorëheqje. Ka vetëm presion të Ballukut për ta shtytur sa më shumë dhe të fitoj kohë. Tani,
kur I kthehemi çështjeve unë mendoj që komisioni mandateve mendoj që ta çojnë në parlament. Por fakti, a do ta votojë majoranca apo jo, kjo mbetet për të parë pastaj. Por ajo që është me rëndësi është që Rama po e heq nga qeveria apo e heq nga këmbët e veta. Pra ndryshimet që do mbledhë asamblen, ndryshimet që do bëj, duke larguar Belinda Ballukun, duke larguar Piro Vëngun, se Piro Vëngu është çështje vetë. Do të thonë është skandal më I rënd kjo, sepse ky I ka dhënë këtij biznesmenit izraelit I cili ka përfituar dhe ka marrë 20 milion euro për çështjen e Kajos, për çështjen është një Roni Ifit. Pra ka marrë 22 milion euro, 20 milion euro, diçka e tillë, pa marrë miratimin e Akshe. Akshe është një institucion I kontrollit të sigurisë të gjithë bashkëpunëtorëve që punojnë me Ministrinë e Brendshme. Pra pa e pasur këtë lloj miratimi nga Akshe, ky zotëria, Piro Vëngu, bashkëpunëtori I ngushtë I Belinda Ballukut, e njëjta linjë politike, e njëjta linjë bashkëpunimi, ky personi ka dhënë këtij pa miratimin e Akshe, I ka dhënë 22 milion euro, që është një përflitet për atë është një biznesmen I cili nuk është serioz, e disa I quajnë dhe mashtrues, manipulator, pra një njeri I cili nuk mund të kalojë, pa kaluar sitat e kontrollit, nuk mund përfitojë tendra në një institucion të rëndësishëm siç është Ministria e Mbrojtjes. Është flitet për sigurinë kombëtare, flitet për çështjen e NATO-s. Tani para ashtu përflitet largimi se nuk ka rëndësi po u largua apo jo Mirela Kumbara apo persona të tjerë. Pra kemi të bëjmë me një ndryshim që Edi Rama po detyrohet për të kamufluar largimin dhe shkarkimin e Belinda Ballukut nga posti I zëvendës kryeministres dhe ministres, po largon njëkohësisht disa të tjerë për të thënë publikut që po bëj rifreskim të kabinetit qeveritar dhe jo largim Belinda Ballukut. Ndërsa kur neve flasim sot për çështjen e Ballukut, Rama ishte dje në një takim për mua të sponsorizuar, të mirë sponsorizuar për çështjet personale të tij, fatin e tij personal. Raporti I Edi Ramës me amerikanët nuk është një raport që është I ngrohtë, por shumë I ftohtë dhe I tensionuar, që është një disbalancimi më I fortë që I ka ndodhur një lideri shqiptar në raport me amerikanët, kujtojmë Berishën në 97-s, dhe po të vesh re nga takimi që ka ndodhur atje, pjesëmarrësit që janë këtu në panel, janë vende që ngjajnë me Shqipërinë. Janë vende pothuajse diktatoriale, gjysmë diktatoriale, autoritare, dhe vende që janë që nuk tregojnë asnjë lloj përfshirje të vendeve serioze. Kur e kanë refuzuar BE-ja, pse morëm ne? Dhe kjo neve do na japi një tjetër njoll, sepse BE-ja dhe vendet serioze ku ne kërkojmë ta ndarësojmë e kanë refuzuar. Bordi I Paqes për mua është një kashillik që Trump I bën botës për interesat e tij personale. Ne përmjet Tony Blairit për luftën në linjën e mesme, nuk është interes Ka personal. një gjë, nuk mund ta zgjidhë Donald Trump, sepse po bëjmë tani kritikojmë Donald Trumpin, po dalim te Shqipëria. Donald Trump ka zgjedhur një ngjashmëri me OKB, ne kemi institucion ndërkombëtar që merret me çështje ndërkombëtare. Pse duhet të ketë një afishim me vende të tjera të vogla? Dhe unë besoj që Donald Trump ja kanë sugjeruar, ja kanë servirur të tjerë, mund të jetë Tony Blair që ka sugjeruar të thithë këto vende, është lobimi I pastër. Tani Ola kupton një detaj. Ti punon me kamera, një në ekran dhe kupton çdo ditë. Si ka mundësi që shkon kamera dhe kap flamurin shqiptar ku flet Edi Rama? Pra, më thënë e specifikon në atë mënyrë, e ekranizon atë mënyrë që është një detaj I parëndësishëm, por është një detaj që është tregues shumë I fortë për ata që kuptojnë imazhin. Pra këtu kuptohet që këtu, I gjithë regjia e shtëpisë Bardh ka qenë mirë informuar se kush është Edi Rama dhe pse është aty. Pra për mua është një lobim I pastër Edi Ramës për fatin e tij personal. Shqipëria nuk përfiton asgjë këtu. Neve duhet të kemi një marrëdhënie serioze me Departamentin e Shtetit. Edi Rama do të thotë, pse nuk e takojnë zyrtarët e lartë amerikanë? Pse Edi Rama nuk ka një marrëdhënie me Departamentin e Shtetit apo nuk ka një vizitë zyrtare atje? Këto janë detaje të rëndësishme që studiuesët Pa I shtrëngoj duart me Trumpin. Tani aty është 1 minutë. Të gjithë nga 1 minutë I kanë dhënë dorën Trumpit, I ka thënë, unë jam Edi Rama që të kam dhënë 1 miliard euro përmjet Tony Blairit. Okej, faleminderit. Kaq. Jo, nuk ka dhënë para, ka thënë. Nuk ka dhënë ai, po nuk është. Unë mendoj, unë dyshoj që ka dhënë para pra. Pra, biseda shko, hello, Mr. President, $1 miliard ti kam kaluar përmjet Tony Blairit, po e banalizoj, ë? Pra kjo është e vërteta. Pra është një lobim I pastër përmjet Tony Blairit që Rama të shitet sikur ka mbështetjen e amerikanëve, nuk e ka. Nuk ka mbështetjen e europianëve këtu aktualisht. Por çfarë fati ka? Ka mbështetjen e Sali Berishës pra. Ky është fati tim më I madh. Për sa kohë që ndron Sali Berisha aty, për sa kohë kjo opozita futet në hulli që nuk di as vetë ku futet, ai do qëndroj pushtet gjatë. Ne dim shumë mirë që sot ka opozita po bën kot që po proteston. Opozita po bën kot, jo opozita po bën kot. Që kërkon qeverinë teknike. Opozita po bën shumë mirë që po proteston. Por e ka pa objektiv të qartë. Qeveri teknike. Ka një gjë, sa mund të realizojnë përmjet këtyre protestave. Kur çdo ditë më pak njerëzit
vinë dhe largohen, nuk shtohen për protestë opozitës. Për sa kohë opozita ka ngërçin aty. Zotri, nuk ka një bashkëpunim me asnjë aleat. Çfarë do thotë kjo? Nuk pranoj Sali Berishën kryetar pra. Ora unë jam njëri që e dua Sali Berishën. E kam mbështetur politikën që ka bërë deri dje. Por tani nuk mund ta duash në lëvizje alogjike një njeri. Ai mund të ketë pretendimet e veta pse po e bën këtë lëvizje, pse qëndron kryet PD-s. Unë uroj shumë fat, por nuk ka fat, nuk ka sukses, nuk ka rrugdalje. E ka thënë Jurikim, fatkeqësisht po shkojmë te shpreha e Jurikimit. Pra demokratët e thjesht po han bar, nuk po han bar drejtuesit. Drejtuesit po han tendra me Belinda Ballukun. Demokratët që kanë hipur makinës nga Kuksi, nga Peshkopia, nga Saranda, nga Vlora, nga Tepelena po han bar. Ata po han bar, sepse ata janë mëshirë të fatit, do vinë edhe sot do përplasen me policinë, do shkojnë edhe në burg sot. Pse? Sepse 16.000 faqet e Belinda Ballukut duhen fshehur, nuk duhet dalin publik. Pse demokratët vinë aty sot, bën mish për top kurban? Çfarë, ku ti çojnë? Do ndërtojnë çadër, çfarë? Do përplasen me muret e kryeministrisë. Zgjidhja është kjo. Me Kalister tha që nuk mundet të ketë një opozitë e cila është refraktare dhe e dhunshme, nuk mund pranohet. Kur ti nuk pranojnë këto organizma që ne i kërkojmë të kemi mbështetje. Ku do shkojë kjo opozitë? Çfarë i shërben një protestë pra? Si e prisni protestën e sotme, se jemi në fund dhe dua të pyes edhe çfarë është ky dokument që mbani në duar. Shiko, për mua protesta. Si e prisni sot protestën? Është përfshirë edhe grupi për dialog politik këtë herë, që do të thotë ka përfshirë shoqërinë civile, thirrjet e veta përpos asaj atyre thirrjeve që bën vetë opozita. Protesta e opozitës sot është një thirrje që bën mirë që e organizon dhe i thret qytetarët, por nuk i jep rrugëzidhe fatit të saj politik. Do bëj një protestë, 2 protestë, 3 protestë, sepse problemin nuk e kanë demokratët me aleatët, e ka Sali Berisha me aleatët. Dihet, po të largohet Sali Berisha, PD-ja vjen pushtet. Kjo është e vërteta. Këta demokratët e dinë këtë gjë. Prandaj një pjesë e mirë e demokratëve shkon mbështet Ervin Stalianin. Ora këta nuk kuptojnë një gjë sot, që Ervin Staliani është duke i marrë gjysmën e partisë. Jo se duan Ervin Stalianin, por e bëjnë për inat Sali Berishës. Unë pash faktor të rëndësishëm, Berat, Fier, kudo ku ka qenë njerëz që kanë vota, që janë pas Ervin Stalianit. Pra këta skuptojnë një gjë. Këta më shumë po bëjnë protesta për i thënë Ervin Stalianit që jemi ne shumica. Por këta duan të harrojnë lëvizjen e Stalianit, të harrojnë dhe lëvizjen ndaj Ballukut. Prandaj bëjnë protesta, mendoj unë. Se nuk mund të bësh protestë kur ti nuk bën një protestë kundër Belinda Ballukut. Pse ti s'ke bërë protestë kundër Belinda Ballukut? Po për atë është. Po çfarë protestë është kjo? Do të ishte një regjimi, çfarë thot opozita? Opozita, unë e di çfarë thot, po do të ishte një revolt, nuk është revolt. Aty shkon dikush kur festojnë fëmijëve, neve festojnë ditëlindjet, e blejmë atë kallashin e fishek zjarreve dhe hedhin fishek zjarre. Pse hedhin fishek zjarre është opozita? Opozita e para njëherë shikon vetveten. E ka problemin e veten. Ka njerëzit e gabuar në drejtim. Nuk ka organizim në terren. Nuk ka më struktura. Ka njerëz të zhgënjur. Tani më përmendet dokumentat. Ja të them unë çfarë ka bërë opozita. Atëherë, ku është kamera? Ky është një projekt ligj i propozuar nga një ish demokrate, Zamira Sinaj, drejtuese e lartë e Partisë Demokratike në Vlorë, që aktualisht është deputete e Partisë Socialiste, dhe këta e kanë marrur e përdor Edi Rama, se kështu i merr demokratët, dash sulun këta, i merr i përdor, edhe i përdor dhe i hedh kundër interesave të shqiptarëve. Zonja Zamira Sina, dhe për këtë duhet fliste opozita dhe nuk ka folur, propozon një ligj që thot oligarkët në këtë vend mund të marrin porte turistike pa që nevoja të bëjnë garë, ja propozimin ndaj Niko Peleshit. Pra të marrin tendera, të marrin porte turistike pa tender fare, pa u tenderuar, pa kaluar në garë. Ta marrin direkt. Pra, aktualisht është një shërbim që i bëhet oligarkëve në shërbimin të cilët do të investojnë në turizëm. Pra, kush ndërton vila, komplekset, marri dhe porte. Po këto porte ti marri pa garë. Dhe këtë kush pa bën? Një deputete një ish demokrate pra. Ja ka besuar Rama kësaj. Për këtë ligj nuk flet opozita. Prani, ku ti besojmë ne opozitës? Kur ti nuk përmend këtë ligj. Tani, kur ti është një projekt ligj, tani do të jap edhe një tjetër që është më e rëndë akoma. Shiko çka kanë bërë. Po bëhet një ndryshim, është në 143 i Kodit Penal .a dhe .a8. Ky është një dokument shumë i rëndësishëm. Ky ndryshim po bëhet që thot, aktualisht Kodi Neni 143 thot që të gjithë ata të cilët kanë abuzuar me fondet e Bashkimit Evropian do të marrin dënimin e merituar, pra ti them shkurt. Pra do shkojnë në burg. Aktualisht çfarë po bëjnë këta? Qeveria aktuale po ndryshon Nenin dhe po thot që ata të cilët kanë vjedhur paratë e i Pardit, Frida Krivca me shok, me oligarkët nuk e di kë ka pas, nuk mund të preket, nuk mund të shkojnë në burg. Pra do ta ndryshojnë ligjin që ligji mos ketë të jetë lehtësues, mos të jetë dëshkues
dhe mos të prek veprimet që ka kryer Frida Krisa para 2 vjetësh. Pra ndërkohë që sot fermerët janë duke u mbytur, që s'kan asnjë dëmshpërblim, ndërkohë që AZHBR-ja sot nuk po i jep atyre që kanë ndërtuar sera përmjet fondeve të AZHBR-s, nuk po i dërgon fondin që meritojnë, po i mban peng. Ndërkohë sot ata miratojnë dhe ligjin tjetër që Frida Krisa t'i gëzoi 80 milion euro që ka vjedhur nga fondet e IPARD-it. Që Frida Krisa t'i marrë t'i shijojë me vila, bëjet luksi, ndërkohë fermerët të lënë tokat e tyre dhe t'ikin nga Shqipëria. Ndërkohë fermerët në Berat, në Fier po përmbyten buz Semanit, asnjë dëmshpërblim, Frida Krisa t'i gëzoi 80 milion euro. Ky është ligji pra, me fjalë të thjeshta. Pra po bëj një ligj lehtësues për të ndëshkuar fermerët dhe për të lehtësuar ata që kanë vjedhur fondet e fermerëve. Sepse këtu është lista e gjatë. Ata që marrin fondet e IPARD-it janë banda kriminale. Janë njerëz të afërt politikës. Janë njerëz të afërt të çfarë do lloj stresi të opozitës, kujt duash ti. Pra ka qenë një mitmarrje e vjedhjeve të fondet e IPARD-it që do të shkonin për bujqësinë. Shkonin ndërtohen magazina që flen kukumjaçkat sot. Pra në zonën e Fierit ka magazina që nuk punojnë. Me 500.000 euro, 1 milion euro, ndërkohë që fermerët duken marrë 1 lek. Dhe ja pra ky është ligji. Por këtë duhet të flasë opozita, që nuk shkon takoj fermerët, që nuk shkojnë dalin terren. Këta i thonë, hajdeni ju, vrituni për ne aty, përleshuni me policinë, ndërkohë që ne të vjedhin para Belinda Ballukut. Kjo është opozita. Jo zotëri, shko atje përleshu atje si Durrës. Përleshu atje, qëndro gjoj fermerët. Nuk ka shkuar kushti dëgjoj njëherë fermerët. Ç'a halli kanë? Pse po përmbyten? Pse i ka lënë qeveria vetëm? Pse AZHBR-ja dhe Ardita Kuçi, e cila duhet shkojnë në burg për korrupsion, nuk i jep lek atyre që kërkojnë të marrin serat. Pra kanë ndërtuar sera, vinë më tregojnë njerëzit. Kanë ndërtuar sera me para borxh, me kredi në bank. Nuk alokohet fondi AZHBR-s. Pse nuk alokohet? Pse si japin? I mbajnë peng, duhet i marrin përqindje. Pra në këtë gram jemi, për këtë do të flasë opozita. Flasim ne. Unë do flas gjithkohën sa të kem hymër dhe shpirt për të drejtën e shqiptarëve për sa akoma mbështesin. Faleminderit. Faleminderit Almer për prezencën në studio dhe për gjitha këto fakte që i sollët publikut. Ndërkohë shikoni një ngjarje të rëndë e cila është regjistruar në Tiranë, është vrarë me thik një i ri pas një konflikti të çastit dhe ka ndëruar jetë për fat të keq Egli Pashollari, një ngjarje e cila ka ndodhur tek Kongresi i Lushnjës në Tiranë. Do t'ju informojmë, pra në rrugën Kongresi i Lushnjës në Tiranë, do t'ju informojmë pas pak për detajet e kësaj ngjarje të rëndë, e cila ka vetëm pak momente që është shënuar. Shkëputemi për publicitet.